Kam ngelur pa asnjë lek në xhep. Kur? Cili ka qenë momenti i jetës kur le të themi keni prekur fundin ekonomikisht? Për mua që i freskët ka para një 6-7 muajsh. Që ngeca kështu deshe gëzërova sa që lashtë qytetin tim. Po ishte zgjidhje kë, o Berlinin o Stambollën, me që kisha teknikisht në Berlin, edhe isha dhe me procedurë në shqetësie, le themi, thash, po shkoj aty të mbaroj këtë, sepse qëlloj në Stamboll një moment që mbaroj, se thuash. Ja, s'pohet, është pjesë e jetës profesionale, le themi, kësaj. Unë ka ndodhë gjatë kohës që ka qenë... Edhe më desh lija shpinë, me qëra dhe, tash, po i në Gjermani. Po rikuperon, kjo është e lezetshme, janë momente që të duen. Besoj, nuk do ndodhin shpesh. Se s'të bëm mirë kështë emocionalisht. Po që, s'ka, kujt nuk i ka ndodha krizë. Po mu ka ndodhë përgjithsisht këshu, që të kërkon e i shoku, s'kam pas momentalisht diçka në gjep apo në banka, edhe kjo më ka ndodhur më shpesh se sa. Kurse kjo ishte si të shmë serioz, sepse s'po funksionat e të dyja. Nuk po funksionojt e të dyja. Ja, sepse për shumë vite funksionat e të dyja. Më imagjinoj për një periudhë kohë 8 vjet je me vendbanime atje dhe vendbanimi këtu. Taksa ndej, taksa këtej. Pa më shte dhe biznesit tjetër. Kështu që ndodh. Po e tregon shumë qetësisht, ndoshta edhe sepse je ende vetëm, dhe pa përgjegjësi, se po të kesh krijuar familjen. Një mirë. Por që di ka ardhur një kohë që ke mundësi zgjedhje, ti thua, okay, s'është e thënë sepse ngelesh keq, sepse ti do të vazhdosh atë që të bësh atë ke pasion, po ndonjëherë këto janë sfidat. Për të parë programin me Mbroma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.